Lejo fillimisht të korrigjoj pak, i dalur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por i nënshtruar dhe zëdhën si VMRO DPMN-s, është shëndru. Dhe nëse ndëgjon, i ka të sinkronizume deklaratat, atë që donë të thotë VMRO DPMN-ja, e lishon zotin Mexhiti, i cili që një vit pas zgjedhjeve, në kontinuitet deklaron se 3 deputet, 2 deputet, kështu liciton me numrat, pasi që sigurisht niset nga parimi vetes, duke llogaritë se duhet t'i shërben dikuj dhe mendon se edhe deputetët tjerë do të nënshtrohen dhe do të luajnë lojën e tij siç preferon ai, ta quajnë lojë, pasi ai gjithë këtë proces e kupton si lojë, ku situata është jashtëzakonisht serioze, dhe ju jeni dëshmitar që koalicioni vlen, si ti thuash, grupimi i tillë, tani mo po prishet, duke pas qartë deputetët, partitë politike që kanë qenë pjesë përbërëse, por edhe humbse në zgjedhjet e fundit parlamentare, dhe këto janë shenjat e para se revolta e shqiptarëve, shqetësimi i shqiptarëve, po prek në partitë politike cilat nuk i fituan zgjedhjet dhe u bën pjesë e qeverisë, po shpresoj dhe këtu njerëz shfrytëzoj rastin të apeloj të gjithë deputetët shqiptarë individualisht një nga një që të tërhekin mbështetjen për këtë qeveri me qasje anti-shqiptare që në kontinuitet gjithçka që ka të bëjë me shqiptarët realisht qasja është jashtëzakonisht anti-shqiptare. Domethënë deputetët e frontit janë të sigurt. Deputetët të gjithë vlerësojnë dhe punojnë pas bindjeve të tyre në mandatin e fituar në kuadër të frontit evropian dhe punojnë në mënyrë shumë me një harmoni dhe një ekipim të jashtëzakonshëm në kuadër të grupit parlamentar të frontit evropian. E dini aktuale është edhe dalja e zotit Taravari nga qeveria, po të flitet se ka një marrëveshje mes tij dhe zotit Ahmeti. Nuk na jep ndonjë detaj, ka diçka zyrtare, është arsyeja e daljes së Taravarit? Unë edhe paraprakisht e thash që jeni dëshmitar që një parti politike, vetëm se nuk është pjesë e vlenit dhe e qeverisë, cilin akte kemi përshëndet si parti politike, si Bashkim Demokratik për Integrim, po edhe si grup parlamentar, që braktisin këtë qeveri, me këtë qasje që paraprakisht e theksuam, normalisht që mendojmë se çdo deputet duhet ta tërheq mbështetjen, çdo deputet shqiptar duhet ta tërheq mbështetjen ndaj kësaj qeverie. Marrëveshje nuk kemi, nëse do të kemi ne jemi parti politike transparente, apo koalicion transparent, është e logjikshme prej kampit opozitar të vendojmë në një komunikim dhe të bashkëpunojmë, por marrëveshja ashtu siç ju e parashtruat pyetjen nuk kemi. Kretë në fund do të vetë si pritet të dalë fondi evropian në zgjedhjet lokale. A mund ndoshta të ndahen komuna dhe për zotin Taravari edhe për zotin Zela? Tani është herët që të flitet. Çdo koalicionim ka qëllim në vetvete. Ne nuk e shohim vetëm të jemi pjesë e pushtetit, qoftë lokal apo qendror, pa me pas legitimitetin e popullit, dhe këtë e kemi dëshmuar në kontinuitet nga mandati në mandat. Tani jemi në prag të zgjedhjeve lokale, edhe pse janë edhe 5 muaj, ne shpresojmë dhe besojmë se kjo shumicë parlamentare, pasi që është në situatë që me të arnume, si i thojnë në gjuhën popullore, vjeton, besoj se kjo pakicë shqiptare që ka mbet atje, do i thirr ndërgjegjes së shkelur që e kanë bërë që në fillim, që vendi të shkon drejt
zgjedhjeve të parakoshme dhe të kemi zgjedhje të përbashkëta parlamentare dhe lokale, dhe normalisht kur bën koalicione, është shumë normale që kandidatët pastaj të jenë edhe të përbashkët. Kështu që ajo është shumë e lehtë, gjithë ata që bashkëpunojnë kanë matjet e opinioneve publike që janë realisht të sakta, interne që i bëjnë partitë politike, dhe kur takohen në program në qëllim, edhe normalisht që edhe mund të bashkërenditin aktivitetet, ashtu si që ndodhjen edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku koalicioni Fronti Evropian i fitoi bindshëm zgjedhjet. Me ndarë qofshi.